Lewandowski largohet zyrtarisht nga Barcelona. Kontrata e Mourinhos deri në vitin 2028 me Real Madrid, ndërsa Yamal gati për Kupën e Botës. Këto janë temat kryesore për ditën e sotme. Para se të fillojmë, mos harroni të bëni like dhe subscribe për të mos humbur asnjë nga videot tona. Ter Stegen është jashtë planeve të Hansi Flick për sezonin e ardhshëm dhe në skem për Gjermani ka shfaqur interes Ajax. Skuadra holandeze kërkon një portier me eksperiencë dhe profili Ter Stegen përshtatet plotësisht me kërkesat e tyre. Aktualisht Ter Stegen është i huazuar te Girona por ka pësuar një dëmtim dhe nuk është kthyer akoma në fushë. Robert Lewandowski do të largohet zyrtarisht nga Barcelona në fund të sezonit. Lajmin e konfirmoi vetë polaku me një video të postuar në rrjetet sociale ku falenderoi tifozët dhe shokët e skuadrës për 4 vitet e fundit. Gjatë këtyre viteve te Barcelona, Lewandowski ka fituar 7 trofe dhe ka shënuar 119 gola, ndërsa të dielën do të luajë edhe ndeshjen e fundit në Camp Nou para tifozëve. Mourinho do të firmos deri në vitin 2028 me Real Madrid. Kontrata është gati pasi marrëveshja është arritur prej ditësh dhe pritet vetëm zyrtarizimin në fund të sezonit, pasi Mourinho do të respektojë kontratën me Benfica. Portugezi do të ketë kontroll të plot në dhomat e zhveshjes dhe synimi është i qartë të rikthejë stabilitet në ekipin madrilez. Rikuperimi i Lamine Yamal po shkon më mirë se ç'ishte parashikuar. 18 vjeçari po ndjek një program të jetë intensiv me synimin kryesor për të qenë gati në Kupën e Botës. Aktualisht ka optimizëm që ai do të jetë gati 100% për ndeshjen e parë të Kupës së Botës së Spanjës me kapte e verdhë. Celtic është shpallur sërish kampion i Skocisë. Fitoria 3-1 ndaj Heartsin në ndeshjen e fundit të kampionatit vendosi titullin kampion në Skoci. Hearts ishte në vendin e parë me 1 pikë ndaj Celtic dhe i duhej vetëm një barazim ose një fitore për të siguruar titullin pas më shumë se 60 vitesh dhe Celtic fiton kështu titullin e 14 në 15 vitet e fundit në Skoci. Ose Mbappé ose Vinicius duhet të largohet nga Real Madrid. Sipas l'ekip, bordi i Real Madrid ka vendosur që njëri nga dy yjet duhet të largohet pasi partneriteti mes tyre nuk po funksionon ashtu siç ishte parashikuar. Vinicius nuk ka rinovuar akoma me Real Madrid, ndërsa largimi Mbappé shihet si i pamundur. Nëse do duhet të zgjidhni ju, kë do të largonin, Mbappé apo Vinicius? Komentoni më poshtë. Gjithashtu mos harroni të bëni like dhe subscribe për të mos humbur asnjë nga videot tona.